Rreth 140 operator turistik dhe investitor kanë aplikuar në zonat kadastrale të miratuara në Bashkinë Maliq, në kuadër të programit Paketa e Maleve. Kryetari i bashkisë Gëzim Topçiu u shpreh se interesi ka qenë i lartë, duke theksuar se kjo nismë po shihet si një mundësi konkrete për zhvillimin e turizmit malor dhe ekonomisë rurale. Do shpresojmë që kjo paketë, ky ligj të jetë një dritë jeshile, një pjesë zhvillimore për të gjithë Bashkinë e Maliqit, që nuk është në interes vetëm për ata të cilët aplikojnë apo duan të hedhin investimet e tyre, kursimet e tyre në territorin e Bashkisë Maliq, por është një moment zhvillimor edhe për të gjithë bashkinë tonë, për ta marrë atë impaktin e dur për vetë të vlerat që ka pjesa malore, kodrinore e kësaj bashkie. Pjesa më e madhe e aplikantëve janë banorë të zonës, por nuk mungojnë edhe emigrantë, që duan të rikthehen për të investuar në vendlindje, duke shfrytëzuar potencialin turistik dhe bujqësor të territorit. Pjesa më e madhe janë banorë që banojnë dhe jetojnë në territorin e bashkisë, por kanë edhe nga ata që janë larguar në qytete të tjera apo mund të jenë edhe në emigracion, të cilët kanë shprehur interes për vendlindjen e tyre, për tokat të parëve, për t'i zhvilluar edhe për të dhënë impakt pozitiv zhvillimor. Programi Paketa e Maleve synon zhvillimin e qëndrueshëm të zonave malore, ndërsa autoritetet vendore shprehen optimiste se ky interes i lartë do ta kthejë Maliqin në një pol të ri të turizmit rural dhe prodhimit vendas.